Qysh në fillim, njëse jetë, Mirë se jeta, faleminderit. Thash të shkoj njerit, jeta të marrë me ekonomi, të mujtë me qitë senet në vi, po qa ka bërë në këtë vendin tonë? Sa pëqestim në vi, po lëviz vija. Që të vi se nga din kërëshme Alo, s'kena vri, me nëzanë vjen. Qysh të kemi mirë jetë? Mirë, o me thonë se shumë mirë. Kjo është, do më thonë, qysh lidhët aja, dje shumë keq, sot ma mirë se dje, nesër edhe ma mirë se sot. Sot ma mirë se, ma keq se nesër. Po, ma keq se nesër, që që... Qysh jetë e? Unë e mirë që këtu, me emision, me publikun, me shikus, me kolegët, me Lotinën e Kevinin, edhe sot po dojmë pak për këtë forumin që do të mbahet, diçka interesante. Unë një farë formë më doam ja spigu shikuzve që është fjala që edhe vendin tonë ta bojmë vend të duhur ekonomikisht, për edhe për ata që janë jashtë vendit, po në detaj kemi na spigu krejt se për çfarë bëhet fjala. Fakti që ja këna nxitëm në Kosovo Finance Forum tregon që na promovojmë Kosovën. Do thonë se zakonisht këto forumet janë ngjesin emrin Tirana Business Forum, e lidhe me Skopje, Kretë. E na e kemi vënu Kosova, pikërisht se shpesh po dojnë me na një runë rajon. Po. Që e kena dy shtete që alas na kanë njoft, edhe po na thonë që ajo Kosova së shtet, na po të regojmë që Kosova është shtet. Kosova ka aktivitete saj për pëket sektorit të bizneseve që bën garë me vendet e rajonit, kështu që edhe kjo ka qenë qëllimi që kemi kriju platformën Kosovo Business Forum, ku sektori financiar është një pikë kryesore në këtë platformë. Për 2 ditë, 27 dhe 28 prill, Kosova do t'jetë në qendër ku do të mbledhen gjitha aktërët të rajonit, po besa edhe prej Londrës, Vienës dhe vendeve të largëta do të vinë. Prek edhe Evropa dhe këto vende që... Po, i prek, kemi musafir nivele të nalta që vinë për institucioneve ndërkombëtare, kështu që këto 2 ditë na do të prezentojmë Kosovën formën më të mirë të mundshme. Sa jemi na të gatshëm? Po, sigurisht që aty do të lidhen e bizneset që i ka vendi edhe kështu në radhë. Po, na kemi tentu me të regu që Kosova është pjesë integrale e rajonit Ballkanit Perëndimor. Edhe kur kemi fol vitin e parë kur e kemi organizu, që thati ka shku jeta të umar me ekonomi, vitin e parë kur e kemi organizu Kosovo Finance Forum ka qenë ma shumë në kontekstin lokal. Do të kemi fol për temat që e kanë prek Kosovën ma shumë. Vitin e dytë kemi thënë hajdet të gjeromi në një kontekstin rajonal, regional, sepse Kosova është pjesë e pandashme e Ballkanit Perëndimor. Ballkani Perëndimor përveç objektivit që ka mu i inkuadru në BE, e ka dhe mu integru mes veti. Që kemi problemet shumë ta si do shumë ta edhe në këtë aspekt i kemi ftu me që nga Malizi, Shqipnia, Macedonia, kemi ftu edhe nga Bosnia, nuk e dia do të vinë, po na i kemi bërë tonën, kështu që jemi mënu me të regu që në Kosovë ka ambient të mirë të bërët biznes, ka storit të suksesit, sektori financiar është një prej storive të suksesit, po aty nuk do të diskutohet vetëm për sektorin financiar, do të diskutohet edhe për financimin e prodhimit, për çmimin e patundshmërive, se cili sektor, në farforme sektori financiar është njëje. Se cili sektor varet prej saj, do më thonë, edhe se cili biznes ka të bëj me bankat, me kompanitë e sigurimeve, institucionet mikrofinanciare, kështu që bizneset që do të vinë aty kanë mundësi të takojnë drejtorët e bankave, kanë mundësi drejtorët e kompanive të sigurimit, jo vetëm të Kosovës, po edhe të gjithë rajonet. Edhe çka është më me rëndësi, do të informohen se cilat janë trendet e fundit saj përket ekonomisë. Çfarë po ndodh në treg? Do të thonë ka lajme të mira, ka sfida, është gjithmonë duhet me diskutu dy anët e medaljes. Po. E përmendë Bosnën atje, vend që s'na ka njoftë. Kështu që a ka hezitim që mos më orsa? Atje pak është ajo komplikuar situata në aspektin kush vendos ka vendos. Shpesh themi që duhet të ftojmë edhe Serbinë dhe Bosnën. Po. Na e krymonën tona, vina, nuk vina, ta është çështja masnena e tyne. Na do të më tregu që jemi këtu, jemi këtu, kemi qenë, jemi edhe do t'jemi këtu, kështu që herë do kërdo, na dyrë të hapën a i kanë me ardhë dhe për neve është me rëndësi që Kosovën përvojmë në hartë,
po flitet për Kosovën në nivelin rajonal sa i përket kësaj konference, edhe njerëz që do të vinë, janë njerëz të kalibrave të lartë, do të jenë edhe mediumet ndërkombëtare, kemi ftuar edhe The Economist dhe Financial Times, po i kemi edhe mediumet tona të dashuna si Dugagjini që na ka përkrah dhe na përkrah vazhdimisht, kështu që në Kosovë, si gjithmonë them, duhet e kemi detyrë sa i përket ekonomisë, gjenerojmë lajme pozitive. Qofse na vazhdimisht ulem edhe kritikojmë, krijohet masnena një farë mosbesimi se në Kosovë nuk po funksionon asgjë. Po që ndikon shumë te bizneset. Te bizneset edhe nga jashtë dhe krejt. Shumica partnerëve kur vinë prej jashtë në Kosovë, besoj që befasohen për të mirë. Se thonë se kena prit kështu. Edhe vizitojnë kompani, vizitojnë Prishtinën, vizitojnë lokalet, takojnë njerëz, edhe na i kena njerëz fatmirësisht shumë mikpritës, kështu që edhe ngritur edhe kemi një rini shumë dinamike, edhe për neve masena po është shumë alet kur po vinë ata këtu, edhe na kemi bërë strategjin, pse kemi qujtë Kallzova Kosovë, është Finance Forum, Business Forum, që njerëz të vinë Kosovë, se është ka njerë po fokusohemi na me shku me bërë evente në Bruxelles, në Frankfurt, në Vienë, në krejt, po ma mirë është mi pru ata këto. Sa ata kur vinë këtu e ndryshojnë... Me njoftu edhe me vendin. Komplet për ndryshojnë perceptimin për Kosovën edhe çka o ka ndodhur në Kosovë. Nga njëherë mediumet e jashtme e portretizojnë Kosovën ma tragjike se që është, po sepse fokusohen vetëm në aspektin e çështjeve me Serbinë që i kena, po masena po neglizhojnë lajmet e mira që na kemi një sektor financiar shumë të shëndetshëm në atë aspektin e qëndrueshmërisë është për më të mirëve në Ballkan. Se kemi nisë për zeros. Më thonë, derisa ata e kanë pas Shqipnia, Maqedonia, vendet tjera ma sfiduese me reformuna, e kemi nisë për zeros. Mas në ki kompanit prodhimit, ki kompanit IT-s, ki kompanit sektorëve ndryshme që jënë bo konkurent edhe në tregjet globale, kështu që... Edhe kanë gjetë vend në Kosovë, kanë gjetë, pikërisht në Prishtinë kanë gjetë vend, edhe adresë shumë e mirë për ta në çdo formë të funksionimit. Pikërisht kjo është, për neve është me rëndësi me gjeneru lajmë të mirë, lajmë pozitiv, me diskutu për përparësit që i ka Kosova, dhe jo vetëm Kosova, se këtu i kemi edhe ministrat e rajonit, do më thonë, këtu partnerë kemi Bankën Qendrore të Republikës Kosovës, Ministrinë e Tregtisë, kemi IFC-n që është institucion ndërkombëtar financiar me renome të madhe, edhe kemi partnerët lokal pastaj, po çështja është bashkërisht me ta të krijojmë një platformë ku e promovojmë Kosovën si ekonomi që ka potencial për zhvillim, e promovojmë Kosovën si pjesë integrale të Ballkanit perëndimor, edhe promovojmë Ballkanin perëndimor si një vend që ka mundësi me u investu, ka bashkëpunim, edhe është duke u rrit besimi, se fjala besimi është një fjalë kyçe që duhet ta potencojmë gjithmonë, sepse po nuk i besum në njëri tjetrit, as s'mundem me bërë as një marrëveshje, as kur gjë, kështu që është me rëndësi që të ka besim, të fuqizohet ky besim, edhe mas një gjëra tjera shkojnë shumë ma natyrshëm edhe ma rrjedhshëm. Jënë mbetë edhe pothuajse 2 javë, se data 26 na vjen shumë shpejt, sa 15-in gjithçka e organizuar, domethënë ftesat që janë bërë, përgjigjet në përgjithësi janë marrë pozitive. Kur organizon forume, është si me marrë kredi. Shpejt shkon koha. Ke pa dhe me kredi, kur vjen me pagu, shkon shpejt fundi muajit, edhe kur ki event me organizu, është shumë shpejt afrohet koha. Do të thonë, shumica e gjana vjen të organizuar, tash vetëm promovojmë edhe prezentojmë programin, që ka me qenë mrena aty në 2 ditëve, me 27-in është një pritje për mysafirë që vinë nga jashtë. Pastaj me 28-in kemi 3 salla në Emerald ku do të organizohen panele, tryezat e rumbullakta, diskutimet e ndryshme, në një panel do të jetë integrimet e institucionet sa ndgatshme për integrimet evropiane që e organizon Banka Qendrore, kemi një tryezë rumbullakt me ministrat e rajonit të tregtisë dhe ekonomisë që organizon Ministria Kusari, kemi ku do të flasim për çmimin e patundshmërive në rajon,
ku janë në nivel të komunave. Që ka ndryshime shumë të mëdha për një periudhë të shkurtër. Kemi komunën e Prishtinës, kemi komunën e Strugës, Tulqinit, kemi ftu që më ardha ata me prezentu dhe me tregu çka po ndodh me trendet e patundshmërive, projektet që do të prezentohen mbrana kësaj tryezë Trumbullak. Pastaj kemi tema për mobilizimin e kapitalit për zhvillim të qëndrueshëm, partneriteti publiko-privat, pastaj kemi sektorin e sigurimeve, sektorin e mikrofinancave. Do të thotë secili që të vjen aty ku me gjetë veten. Do të thonë ka për gjithë. Nuk për gjithë. Ka mungesat. Jo, është një ditë e plot me aktivitete ndryshme dhe çka duhet potencoj është që kush duhet me ardhë aty, shpesh thëmë, nuk duhet me ardhë vetëm njerëz që kanë të bëjnë me sektorin financiar. Pikërisht, po. Profesionistat e sektorit, po duhet me ardhë dhe biznesat që kanë kompani produse, që kanë kompani të ndërtimit, sepse mundësia është ekstreme mirë për mi taku gjithë drejtorat e bankave ose gjithë drejtorat e kompanive sigurime mrena një dite. Tash na kemi 12 bankat, për mi taku 12 drejtorat vijnë 12 ditë. Të paktën. Të paktën, edhe sa ditë me caktu takimet e pritja, kështu që aty mujnë më ardhi kanë gjithë aty. Edhe është kursim e kohës, edhe është një mundësi shumë e mirë me zgjat, me punu në rritëzim për biznesin, sepse sa ma shumë ki kontakte edhe potenciali me arrit sukses është ma e madhë, po të njëjtën kohë dhe munden mu informu, si që thashtë se cilat janë trendet, ministrat e rajonit do t'i prezentojnë pakot e financimit që i kanë për industrializimin në vendet e tyre, kështu me radhë, kështu që unë besoj që kush do të vijë aty, do të gjenë veten edhe do të informohet edhe do të ketë mundësit mira për me gjithë bashkëpunëtor, jo vetëm të Kosovës, po dhe të rajonit. E mira që nga që, pasi që i përmendit që do të jenë edhe ministrat të vendet të tjera të rajonit, edhe ministria jonë të do shtatë mërë ndë një ide, që shumë ja lecu punën, jetën, një biznesi për me funksionu, me qenë ma rahat se... Po, që kjo është edhe qëllimi, gjithmonë, kur kena kësi forume, ka shkëmbim të ideve, shkëmbim të përvojave, kur të vinë njerës nivellit ndërkombëtar, për shembull, që do të prezentojnë aty ata sjellin edhe një bagazh të eksperiencës shumë vjeçare. Edhe ata tregojnë modelet e zhvillimit që i kanë përdorur në vendet ndryshme të botës, edhe na si ekonomi e re, edhe shumë dinamike, kemi shumë për të mësuar. Më thonë, ndoshta mundem me thonë që për çdo pik arrin një pik fundore, po te dia asnjëherë nuk mund të thonë në di mjaftueshëm. Kur s'ka fond ajo? Kur s'ka fond, kështu që është një mundësi e mirë me ardh, me u njoftu me njerëz të sektorit, me ardh me mësu se cilat janë trendet dhe ku mundesh me gjetë financim dhe se pa marrë parasysh çfarë kompanie ki, Trakla është më rëndësia kontakti njerëzor, se po e pate kontaktin e një drejtorit, kontaktin e një menaxherit. është qasje tjetër, është komunikimi tjetër, edhe nuk është gjithmonë mas një komunikimi zyrtar, po është e komunikimi që jena taku në Kosovo Finance Forum, kemi diskutu për çfarë po takomi prap me këshyr ku mujna me i shty proceset, se nuk kam nevojë për ty, ti ki nevojë për mu, hajde të bëjmë biznes. Edhe disponimi e tjetër aty. Disponimi e tjetër, po. Mundet një ditë prej ditëve kështu që bën takim në zyrë, s'është disponim drejtori, nuk shkon më abeti që është duhet. Po. Kështu që aty është krejt tjetër situatë. Është do me thonë setapi që themi gjithmonë i tillë ku njerëz mujnë mu relaksun ma shumë në atë aspektin se ka shumë palë që do të takohen edhe ndoshta është kanë edhe me i mirë me ik pej këtyne përditshmërive të Kosovës, me rutinat që janë në biznes edhe me ardha aty edhe me taku njerëz që potencialisht munden me sjell edhe marrëveshje të mira edhe për bizneset edhe për ekonominë. Ata që i takojnë bizneseve që përna përcjellin, çka duhet me vepru? Përveç që me i do ato 2 ditë. 2 ditë, që duhet me ja kushtu. Dita kryesore është dita 28, kur janë këto
panelet e diskutimet edhe çdo gjë, ata munden mu regjistru në kosovobusinessforum.com. Okej. Edhe aty masnena i kanë instruksionet për mu regjistru edhe vinë, pasi të regjistrohen vinë në forum edhe është shumë e thjeshtë, dhe më thënë. S'ka të komplikume. S'është të komplikume edhe është të hapën për të gjithë, nuk ka kufizime në cilin sektori je, qofse je profesionist që punon me një kompanit kontabilitetit, je i mirëseardhur, qofse je pronari një biznesi, qoftë shitjes me pakicë, qoftë prodhimit, qoftë energjisë, je i mirëseardhur, kështu që nuk ka limite sa i përket apo kufizime sa i përket se kush mundet me marrë pjesë në forum. Përdryshe edhe na kemi me qenë aty, përreth si medium normalisht edhe në aspektin për me po se çka qysh tek po funksionon, që me qenë ofër gjithë atyre që janë prezent aty. Edhe për juve është mirë se ju punoni me partner të sektorit ekonomisë të ndryshëm, edhe mundeni me arrit ndaj marrëveshje me ndaj kompani të sigurimeve, ndaj banka, diçka aty. Mu njoftu pak. Me i prek gjana që thënë. Qajo, dhe thëtë, unë e thëmë gjithmonë du të me qenë sa ma afër klientit potencial. Mos me prit me në artë klienti neve, po na me shku të klienti edhe unë ju falenderoj juve se jeni të regu gjithmonë keni pas gatishmëri me bashkëpunu me neve edhe është një bashkëpunim që edhe në tamë në besoj dhe ta pasurojmë, na nuk nalëmi me evente, kemi evente të ndryshme sa i përket ekonomisë dhe biznesit, që aty jemi specializum, që ajo është që ka dina me bo, edhe unë besoj që Kosova ka nevojë për lajmet mira, se tash po kena lajmet mira në sport. Edhe pse ekipi kombëtar nuk u kualifiku në Amerikë, po e krijoi një imazh të mirë për Kosovën. Kemi Sunny Hillin e shumë aktivitete tjera në muzikë që na promovojmë. Edhe unë e them gjithmonë, është edhe ekonomia që duhet me gjeneru lajm të mirë, se sa ma të zhvillume e ki ekonominë, mas ne ki edhe sport, ma të zhvillume edhe lidhen, çdo gjë sillet ka financimi dhe ekonomia. Për krejt këto vjetë, se dalim pak prej forumit, 2-3 pyetje prekim, për krejt këto vjetë që mirësh me pjesën e ekonomisë, çka she, diçka që kish mujt, atë që thojmë si Dua Lipa që na ka qelë rrugët, në këtë rast, ose një futbollist i njohur me komplet ekipin e Kosovës, cili sektor kish mujt Kosovë me depërtu shumë lehtë. Po qitashti që ka është të deportu shumë letë dhe që ka shumë potencial të madhë është sektori teknologjisë informacionit, ku do të mund të lidhë me inteligencën artificiale. Do të thëtë trendet globale janë të shku në qatë drejtim, duke e marë parasysh që na kena shumë kompani të IT-s, shumë tri që disa për tyne janë edhe autodidakt që nuk është që na i kena shkollat qasë të fuqishme që kanë dalë për sistemit edukativ, po shumë për tyne janë trajnu interesimit që kanë pasë dhe kanë janë mësu vetë edhe kjo është një trend në nivel global ku gjithë janë duke investu. Na do të flasim edhe për fintekat që janë një sektorit financiar ku sektori financiar me teknologjinë janë bo bashkë edhe po dalin me zgjidhjet ndryshme edhe ofrim të produkteve të ndryshme financiare dhe teknologjike, që është një trend shumë i madh ku po investohet shumë në to, edhe besoj që Kosova përveç prodhimin që e kom pas gjithmonë e kom promovu prodhimi ka potencial të madh, po prodhimi gjithmonë e ka atë ciklin ma të gjatë, se duhet desa ndërthot fabrika, desa të kryon kapacitete, desa gjindet tregu, merë 3 deri 5 vjetë me u rrit. Po teknologjia e informacionit edhe me AI, kjo mundet më shkurtu për një vetë. Edhe bankat jënë të gatshme me financu teknologjinë e informacionit, gjatë diskutimeve që kemi pas me ta, jënë duke e financu, e kemi pa që Kosova eksporton shumë shërbime, me thonë, kanë ardhur shumë kompani për jashtë që kanë investu, që po punojnë për klient në Angli, në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po i themi këto, dhe më thonë, për me pas shikusi kështu informatën, po flasim për miliona euro që importohen në Kosovë
përmes këtyre bizneseve të IT-s që kryejnë shërbime. Eksportojnë. Këta do të thotë këta eksportojnë shërbime, importojnë lek. Qaj na vyn neve. Qaj na vyn se na deri stash kena eksportu euro, e kena ble produkte, këta po importojnë në euro e po eksportojnë shërbime. Kështu që është një sektor që unë kisha thonë, që është të vjen puna me investu në Kosovë, kisha investu në qëtë sektor. Edhe ka potencial të madh, edhe Kosova ka kompanit të tilla, do të thotë që janë duke operu për lojtarë serioz në Amerikë. Po edhe të prodhimi është që mos harrojmë që në Kosovë prodhohen barka, për shembull. Në Kosovë prodhohen produkte të ndryshme për zinxhir të marketeve në përbot, për pjesë të makinave ndryshme, fabrikave të automobilave të njoftën botërore. Kështu që Kosova ka një potencial. Ka njerë në thëmë duhet me ikë prej këti pesimizmet që përna i sjell politika, edhe me këqyr gotën gjysëm të mbushur, mos me u fokusu se politika është që aty, ata mujnë me na vështirësu jetën apo me na letësu jetën, po na zguzojnë amonal. Ska më dërzu, ska amonal, gjithmonë duhet me shiku ku ka mundësi, kishtë qenë ideale që se mos kishin pas zgjedhjet vazhdueshme saj përket politikës, po prapë po thëmë, sektori privat në fund të mujtë komi pagu pagat, nuk mundet me prit dhe sa të krynë zgjedhjet, duhet tatimet dhe gjitha këto tjera, kështu që duhet me vazhdu, me promovu Kosovën si një vend i mirë për të bërë biznes, ka shumë konferenca që organizohen gjatë vitit, edhe unë thëmë gjithmonë du me shku me tentu me sjell njerëz në Kosovë. Që ajo është misioni jonë, se kur po vinë prapë që përsëriti, kur po vinë Kosovë, po thonë, wow, se kena prit që është qështët. Piqene për kompanije, vizitojnë kompani të IT-s, të prodhimit, sektorët të retailit, ose qëfar do sektorit tjetër, ose shkojnë në Prishtina Mall, që ku i kena dhe këtu, ata po fascinohen, si kena ditë Husane. Që nuk e presin me gjithë diçka të tillë. Shpesh, kur të vinë ka njerë menojnë që duhet më ardhë me antiplum edhe me helmet, në aeroport Prishtinës, edhe kur të vinë mas nena, kur po dalin, po shkojmë në për restoranet mira, në për kompanit mira, po dojnë mu që kena pris që të shumë malet mas neve për ta, ata me ardhë dhe me thonë, okej, po investojmë Kosovë se ja vlen. Nuk ka qysh ne kam prezentu në raporte apo në media, po qenë ka shumë ma mirë, dhe që ajo është detyre jona, që mirëmi me sektorin e biznesit dhe sektorin privat, me paketu Kosovën si një produkt që është i mirë. Edhe që mundet me qenë dobi të komplet Evropës këtë rast. Që kemi masafër, ti pa shku në Amerike, Anglinë, atje, shumë vendet tjera. Kemi fuqi punëtore, nuk është e shtrajt që është në Gjermani, po të regohet që shqiptarët e Kosovës din me prodhu, din me prodhu produkte si në teknologji të informacionit, si në sektor të ndryshëm të prodhimit. Kemi një sektor financiar që është profitabel dhe është qëndrushëm, edhe kur të këqyri indikator të performancës së sektorit financiar në Kosovë, në krahasim me rajonin, besom që jemi në top. Dhe dalim ma të mirë se sa? Ma të mirë se sa rajoni, edhe pse Kosova është e vogël, po performanca është jashtëzakonisht e mirë. Që thojnë në ekonomi numrat të regojnë? Numrat të regojnë, se gjithë është një thane për neve ekonomistëve është që se dërme shiku shëndetin e një ekonomisë këqyre që shika sektorin bankar. Se kur bankat kanë probleme, atër që kanë ndodhë me pjesën tjetër të ekonomisë, dhe me thonë që ata s'po mujnë mi pagu obligimet e kanë shumë vështirësi. Kështu që situata është mirë, a është aty ku duhet me qenë? Jo, po prapë se prapë unë e thëmë, do me qenë optimist edhe me punu edhe me promovu Kosovën se pesimizmi nga kalodhë. Pesimizmi s'na duhet, sidomos tash këtë periudhë, nuk na duhet se po e shohim që kemi kapacitet, kemi rini, kemi njerëz, kemi profesionistë, të ecim përpara me ekonominë. Astrid, këtu duhemi munda, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona, edhe faleminderit për forumin që po mbahet, domethënë gjithmonë dobit bizneseve që ato tash veç duhet me trokit nder aty edhe me ardhe me
e kalu kohën të mënë që shduhet. Faleminderit edhe njerë për juve për ftesën dhe ju përgëzoj për punën që e bëni. Është punë e lodhshme çdo ditë me qenë drejt për drejt në media, po ju përgëzoj për punën, ju falenderoj shumë për krahën që kemi marrë për juve dhe unë besoj që edhe ju do të ndanit kënaqur me prezencën e juve në Kosovo Finance Forum. Me patjetër. Sepse gjatë pjesës 2 vitit do të kemi edhe evente edhe më të mëdha. Kështu që na bjen me u taku prapë. Kjo është më bukur. Faleminderit. Teletina